Konkretisht, një ditë para vrasjes me datën 28 në ora 19 keni dërguar mesazh granitit, shok, presje, me siguri nesër përfundan. Granit Plava ka deklaruar që me një që 6-7 vite, gjë që nuk është e vërtet. Që me datë 29/11/2023, kjo është data e vrasjes së bashortes suaj, Liridonës, kur janë incizimet, ashtu si keni thënë ju, në vende të ndryshme dhe janë shfaqur dhe janë paraqitur si prova materiale në seancën e kaluar. Ju për herë të parë keni qenë së bashku me Granit Plavën. Pse ka qenë me rëndësi që ta cekni që për herë të parë atë ditë keni qenë me Granit Plavën? Granit Plava ka deklaruar që me një që 6-7 vite, gjë që nuk është e vërtet, dhe prandaj e kom cek. Pse jeni takuar atë ditë me Granit Plavën vetëm? Sepse Kushtrim Kokalla më tha ta takoj dhe ta pres kushtrimin pastaj. Mu bashkangjit. Sa kohë jeni njohur tërësisht me Granit Plavën? Për sa kohë? Nëse e njohur maksimum 1 muaj, pse keni pasur nevojë që të ndëgjoheni çdo ditë dhe të takoheni aq shpesh? Nuk është që jem dëgju me to çdo ditë. Unë jam taku me to vetëm kur ka qenë kushtrimi, kur ka qenë me kushtrimin. Përveç asoj dite. Duke pasur parasysh që pas vrasjes së bashkëshortes suaj, nuk kemi mundur t'i gjejmë telefonat tuaj, e kemi bërë ekspertizën e telefonave të akuzuarve Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. Ndër të tjerash, ekspertiza e telefonave të akuzuarit Granit Plava na ka vërtetuar që ju 10 ditët e fundit para vrasjes së bashortes suaj rregullisht keni komunikuar me Granit Plavën. Konkretisht, një ditë para vrasjes me datën 28/11/2023, në ora 19:41, keni dërguar mesazh granitit me përmbajtjen si në vijim. Shok, presje, me siguri nesër përfundan.